Qytetarët e Vushtrisë, të gjithë ju të pranishëm, qytetarët e mbarë Kosovës, faleminderit shumë që keni gjetur kohën në këtë ditë dhimbje, në këtë ditë përkujtimi për të përkujtuar 116 martirët e lirisë, të cilët u vranë dhe u masakruan në këtë vend, në këtë lumë që do t'jetë si emërtim në të ardhmen lumi i gjakut, sepse u la me gjakun e bijve dhe bijave tona, u la me gjakun e fëmijëve, grave, burrave, pleqve, të gjitha moshave, ishin të gjithë të pambrojtur, ishin të gjithë të pafajshëm, u masakruan vetëm e vetëm se ishin shqiptarë. Sot, kur po e përkujtojmë këtë dhimbje të madhe kombëtare, këtu dhe në gjitha pjesët e Kosovës, që ky gjak u bë liria e Kosovës, u bë pavarësia e Kosovës, ende kriminalet nuk janë nxjerrur para drejtësisë. Për absurdin e kohës, në përgjykata mbahen ish drejtuesit e shtetit dhe ish drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pa drejtësisht. Andaj, më tepër se kurrë, ndoshta në këto dekadat e fundit, ky vend ka nevojë për unitet, kjo shoqëri ka nevojë për unitet, kjo klasë politike ka nevojë për unitet. Sot, kur kujtojmë martirët tanë, ne kujtojmë vetëm dhimbjen, ne kujtojmë edhe qëndresën, sakrificën dhe forcën e popullit tonë për të mos u nështruar kurrë përballë padrejtësisë. Lavdia e tyre është e përjetshme, ndërsa përgjegjësia jonë mbetet brezave të rinj për të përcjellë të vërtetën për atë që ndodhi, në mënyrë që krimet e tilla të mos përsëriten kurrë. Sot, Republika e Kosovës është e lirë falë sakrificës e dëshmorëve, martirëve dhe gjithë atyre që dhanë gjithçka për lirinë tonë. Prandaj, kujtimi për ta nuk është vetëm obligim moral e kombëtar, por edhe amanet që duhet ta ruajmë me dinjitet. Në emër të Komunës së Vushtrisë, ju falenderoj të gjithë juve që keni ardhur në këtë përvjetor për të kujtuar, për të ndarë dhimbjet me familjet e dëshmorëve dhe martirëve. Ju të dashura familje, që i dhat me të afër me të dashurit tuaj, ne e bashkëngjejmë edhe dhimbjen, por edhe forcën me juve. Por një është e qartë, sepse pa këtë memorial këtu, pa këtë gjak të martirëve këtu dhe gjithandej Kosovës, pa luftën heroike të ushtrisë lirimtare të Kosovës, pa mbështetjen e aleatëve tonë, ky vend nuk do të ishte i lirë dhe i pavarur. Ky vend ka një perspektivë dhe një të ardhme të sigurt, sepse ka dëshmorët e vet, ka martirët e vet, ka invalidet e vet, ka veteranët e vet. Krejt çka i nevojitet edhe uniteti që po i mungon. Po i mungon për absurdin e vet, sepse nuk po dojmë të krijojmë këtë unitet. Është më i lehti, është më i arsyeshmi, është i domosdoshëm për vendin dhe perspektiven e Kosovës së lirë dhe të pavarur. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit, respekt për gjitha familjet e dëshmorëve dhe martirëve të kombit, falënderim për luftëtarët, ushtarët e ushtrisë lirimtare, veteranët dhe invalidet e luftës së OÇK-s. Faleminderit.
Kujdes, kujdes. Улет. Kap, ai mirë si, të qushi, mirë. Përshëndetje Kristofë. Ti kush je? Më valloj me përshëndetje se më i folën. Dorës më rresto do të Po harë si ti në informativ, shkafti, gjithë që në hafë, dhe më shumë në gjore, dhe dita, shkafti, dhe dita në gjore. Në këtë të mirë se edhe, a i mirë, që shqyrë të në